Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falendrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët, gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falimit Allahut, Gjelle Gjelalu, shqitërasët falenderoj këshillin e Bashkisë Islame në Podujev, e krye me kryimamin, imamin e nderuar Bekim Efendi Jasharim. Zoti është përbleft këtë dhe gjithë imam që e ndihmojnë e përkrahin në jetësimin e projekteve të duhura në shërbim të komunitetit, dhe padyshim se gjitha këto projektet mira që bëhen anë e kënd vendit ton, realisht janë tregues i temës që do të flasim për të sot. Zoti na bëf të bashkë gjithmonë punë të mira e na udhëzoj ka ajo që ai është i kënaqur. Është kënaqësi sinqerisht që sot jem në Llap, në këtë zonë që padyshim njihet anë mban vendit ton si zonë që e don Zotin e pejgamberin alayhi salatu wasalam, si zonë që ka dëshmuar vazhdimisht edhe me kontribut për adheun e vendin me herojt e mëdhaj. Prandaj emri i herojt të madh Zahir Pajazitit e tjerëve është emër që te kalon dimenzionin gjeografik të Llapit, prek gjithë ato shqiptarë si shembull i madh se si njeriu jeton me besim e përkushtim, po edhe vdes që ashtu që duhet faqebardh. Prandaj të nderuam këta emra të mëdhaj që na i dim me të vërtet kanë lënë emanet të madh pas tyne. Kur ka vdek Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, do të thonë Omeri ka marrë emanetin e i ka thonë, Omeri Ebu Bekrit i ka thonë laqad at'abta min ba'dak. Kogja i ke lënë domasi mu lodh për më mujt mund gjit me ty javdëm. Edhe këta që kanë ndek të nvozër me atë përkushtim, me atë sinqeritet, sinqerisht Kogja po në shtin me u lodh me mujt veç në hapa ty në mes, e për dëregje, Zoti u pagu me të mirët e tij. Andaj me qenë hapave tyne, me qenë përkushtum edhe me qenë sinqert këtë udhë, në frymën e asaj që ta ka mësuar Zoti Gjelle Gjelaluhu, nuk është punë e lehtë. Nuk është punë e lehtë me nik rrugën e dikujt që ka qenë gjendje me lon çdo kënaqësi, çdo rahati, me lon jetën e kësaj dhunjaje, pasurinë, famën, jetën, të ardhmen, edhe me u fliu për hir Zotit Gjellewala që sot na lërë shumë me gëzu Bajramin, Ramazan e punë tjera. Prandaj, këto fjalë nuk janë fjalë që thuhen si protokoll, as nuk guxoj me qenë të tilla, por janë fjalë që bëhen nga bindja e sinqert se kështu menojmë. Dhe jemi falërues për gjithë ata që me të vërtet na mësuan si duhet me rnu si musliman, si shqiptar, si njerëz të këtij vendi, për me rujta që Zoti Gjelle Gjelalu në kalon në emanet. Këtë vend e kena emanet përgjësi, pa e duhet me rujt. E rujna mas miri, duke ndjek udhëzimet e njerit që Allah e ka dërgu me mësu njerë që shme rujt emanetin. Këtë emanet që e kena marrë misu për tona të ndërruar vëzër nuk është emanet i letë. E dini shumë mirë, këtë emanet e kanë refuzu kodrat e qejt e bjesht e mëdhaja, për shkak se përgjësia është e madhe. U hamalaha al-insan. E ka marrë misu për të njeri. Prandaj Allahu ka dashur që barqet e mesazhit ti hynor dhe ata që kanë me jetësu në praktik atë që Zoti ka dashur nga njerëzit, ti jemi ne. Bëftë Allahu xhallahu ala që këtë vend të ndërtojmë me udhëzim e besim e përkushtim e dashni, sikur që me të vërtet na ka mësuar të parët tanë, hoxhallarët, edhe të gjithë ata që u përkushtuan e u flijuan në ruajtjen e emanetit Zotit te bareke ve teala. Tema që do të lasim për të nderuar vëllezër dhe motra është një temë e cila sado që të flasësh për të nuk shterët kur. Nuk shterët as nga aspekti i fjalëve që mund të thuhen, po nuk shterët as nga aspekti i nevojës që ka njerëz për këtë temë. Domethënë ne kemi nevojë për temën e unitetit, temën e bashkëpunimit, temën që të jemi afër njëri tjetrit, kemi nevojë në çdo nivel. Njëri ka nevojë me pas unitet me vetvetet mas pari. Nëse edhe
përqarja kryesore buron nga vetë njeriu. Kur njeriu është në shpërputhje me shpirtit e mendjes e trupit të tij. Kur trupi për shembull nuk bashkëvepron me shpirtin. Kur njeriu ushqen veç trupin e tij dhe interesohet vetëm për epshin e tij, ndërsa e përjashton nga kombinimi i shpirtit e tij. Sikur që fatkeqësisht sot jemi dëshmitar të një materializmi të egër që e ka zhvesh njeriu nga parimet dhe vlerat esenciale humane dhe njerëzore. Prandaj uniteti fillon që nga njeri vetë që të unifikohet të brenda vetës sij e të jeton përputhje me bindje dhe vlera që ai beson këtu. Pastaj kalon tek familja, një familje e unifikuar, realisht është familje ndërtuar si duhet dhe funksionon si duhet. E pastaj një fqinjësi unike, një qytet, një shtet, një vend e kështu me radhë. Kështu si temë është temë që gjithmonë kemi rrugë fol për to. Veçanërisht ndërrozer në kohën tonë në situata që ne po kalojmë. Lidhja e temës me Bajramin nuk është e rastësishme. Kjo temë nuk është bë vetëm për shkak se jemi në prag të Bajramit. Domethënë, lidhja e unitetit me Bajramin nuk është vetëm për faktin kalendarik. Domthon, të martë të mërkurën është Bajram, e dile sot tribuna, çka thuhemi, hajt pjangjesim emrin Bajrami dhe uniteti. Jo nuk ka kështu. Është mendu mirë dhe më ne që rekryimami ka pas parasysh atë që unë po du me e thonë. Për faktin se udhëzimet islame, sikurse namazi, sikurse Ramazani, edhe Bajrami, të gjitha këto të ndrum vëllezër janë në shërbim të unitetit dhe synojnë që ky qëllim dhe kjo objektiv madhore të jetësohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur tha për Bajramin çfarë tha? Për Bajramin tha se as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas. Agjërim është kur njerëzit gjinojnë, bashkë duhet me gjinu, jo ndaras. Nuk duhet çdo kush me dalë me pa hanën për veti. Por e sheh autoriteti, ai e përcakton, ne pasaj të unifikuar agjerojmë bashkë. Dhe pasaj tha pejgamberi edhe Bajrami bëhet bashkë. Nuk ka mundësi me shpall Bajram gjithkush vetë, çysh don. Nuk funksionon. Nuk është Bajram atëherë. Sikurse edhe namazi i xhumas të vëllezër. E ka marrë emrin namazi i xhumas pikërisht për shkak të unitetit. Pse muslimanët janë bashkë. Mirë, edhe dreka është bashkë. Po dreka e jep një mundësi mu falë vetë, për shkak se nuk i dihet njerit në çfarë situata mund gjinit. E po spaku njerë një avë du me konë bashkë. Spaku. Në xhami, ku e manifestojmë unitetin tonë dhe manifestojmë bashkimin tonë për ullur në shuar thyrë ka Allahu te bareke ve teala. Prandaj të ndëruar, ne kështu duhet mi kuptu ibadetet. Duhet mi kuptu ibadetet për te praktikës, për te zbatimit. Duhet mi kuptu ibadetin edhe si faktor i rregullimit jetës, i funksionimit, i rregullimit vendit, të shtetit, të kësaj radhë. Jo ibadete individuale, falet, agjeron dhe kapaciteti i adhurimit nuk të i kalon aspektet individual. Kjo është gabim, kjo është huqje. Prandaj për shembull shikoni pejgamberin sa bazat e besimit i ka lidh me dimensione shoqërore, që jap me kuptu se këto adhurime, ky përkushtim dhe kjo praktik duhet këtë reflektim shoqëror në jetën tonë të përditshme. Nëse adhurimi mbyllet mbrana vetvetes dhe nuk e tejkalon qenien e njerit individuale, atëherë është adhurim i mangët dhe i keq kuptuar. Pejgamberi sa çfarë tha? Men kani yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Tha pejgamberi sa kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit. A ka parime më madhore në islam se këto dyja? Me besu Allahun çështja më madhore. Me besu ditën e gjykimit çështja më madhore. Shiko, këto dy parime madhore po i vën në funksion dhe në shërbim të respektit mes veti. Nuk ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, ai që nuk e nderon musafirin. A kuptuat? Pastaj ka thënë pejgamberi sa nuk ka besu Allahun e ditën e gjykimit, ai që nuk e nderon fshiun e tij ofër. Prandaj shiko, këto dy baza fetare të fuqishme në funksion të ndërtimit të shoqërisë, që këtë funksionin për bashkët. E kur dënë diqka me ka dhu qka është rëndësia e saj, pa dyshim se e shikon mi qka e ke ndërtu. Mi qka e ke ndërtu.
E Allah po ndërton ndërtimin e shoqërisë, respektin, unitetin mbi çka? Mbi bazën e fuqishme të besimit në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Prandaj ne kështu të kuptojmë ibadetet. Për këtu fillon tema e unitetit të ndëruar vëllezër. Praneshëm. Domthon tek namazi jon, tek agjërimi jon, tek dhikri, tek Kurani, tek Bajrami, njësia matëse e cilësisë së adhurimeve tona është edhe uniteti mes nesh. Duhet me pas një standard që matim a jena mirë, a jena mirë. Na pa standard nuk mund me jetu. Islami nuk në mësën qase kaotike. Shkele shka. Jo, ka standard, ka cilësi. Islami në mësën elegancën. Shka që ka Allah o tha, kudu zinet e kuma inde kulli mesgjid. Vesh në bukur e mirë, sa është një gjami. Pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndërun, gjithë nuk ka qenë parfumosur, era mirë i ka ardhë. Madje e kam përmenë për Ibn Abbasin, radiallahu ta'ala anhu, se kur ka kalu, njerëzit e kanë ditë se këtu pari ka Ibn Abbasin nga aroma e mirë e parfumi ti. Musliman është elegant, duket mirë, veshet mirë. Pastaj eleganca ati është për te dukjes, në gjuhën e ti, në fjalët e ti, në brendin e ti, në vlera që i ka. Prandaj, edhe adhurimet duhet të shërbejnë kësa eleganca, këti ndërtimi. Për këtë arsye edhe, Allahu Gjellë Gjellalu në shumë vende ka folë për unitetin, ka folë për bashkimes mes besimtarve. Për këtë arsye, ne duhet që këto adhurime që i bojmë të kalojnë dimenzionin e vetvetes, të kalojmë të tjetri. Prandaj, sikur që përmena, na në Islam kemi standarde, që matim cilësi, e si matët cilësia e besimit, sa ki besim cilësor, sa ki besim funksional, si matët, një nga njësit matëse kryesore të cilësisë e besimit, edhe të funksionimit e besimit është pikrisht qasjeve të kashi vlaut edhe motër sona. Me të matët. Ka natë e pejgamberi alayhi sallam dhe njerëzit kanë ja Rasulullah. E kemi një gru, afër neve, falet natën, agjeran, do thot shembull në adhurim. Mirë po, nuk kemi të sigurt nga sherri i saj. Bezdisko i shit, për qanë njerëz, nuk është në raport me neve si shurut, ama adhurimin e ka në regull. Qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Hiya fi nar. Ajo është në xhehenem. Për shkak se dimensioni i adhurimit në raport me Allahun, se ka bërë me kopit me tjerët, është shkputje, nuk është funksionim normal dhe i duhur. Gjithashtu të ndërum, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu drejt, nuk ka besu drejt. Do të se ka besimin e plotë të kompletuar ai që nuk ja dën vëllaut vet atë që dën për veti. Kjo është argument shtesë e shumë tjera që flasin se muslimani nuk jeton për veti. Muslimani nuk mënon për veti. Muslimani fillon nga vetvetja e kalon pastaj tek tjetri. E pastaj kalon tek familja e tij, tek akrebaja e tij e kështu me radhë. Prandaj uniteti të ndëruar është temë që realisht ndërtohet mbi adhurimin tonë. Është objektiv, është synim madhor që shariati synon me jetësu në forma të ndryshme. Ju dini shumë mirë që në Islam ka objektiva që synohet të realizohen, qëllime madhore. Andaj në përputhje me këtë është edhe uniteti dhe bashkimi mes muslimanëve. Nëse shikojmë jo vetëm funksionimin e adhurimeve sikur që përmenda, po edhe natyrën e adhurimeve. Natyra e adhurimeve do të shohim se të gjitha adhurimet në natyrën, në gjenezën e tyre kanë unitetin. Në gjenezën kanë unitetin. Merri shtyrat e Islamit, namazi, a promovon unitet apo individualizëm? Agjerimi çka promovon? Zakati. Zakati është një nga institucionet kryesore që promovojnë aspektin social të Islamit. Paramëno kur për shembull e ngrit çështjen e bashkëpunimit deri në atë nivel që fukaraja ka hiset e i pasni, do më thonë, nuk është limosh, është ndamje hisës. Nuk duhet ai që jep zakatin të vartë me thonë që gjuna po i dhu. Jo gjuna, është hak i ti të ti, që ja ka jep Zotit te bareke ve teala. Që ja dhaj me një vit të nderuar e të respektuar kur e merr hakun e vet. E mos sosin për haxhin. I kimi tash haxhirët tonë atje Zoti rujt, ka ulësos të adhurimet. Allah ja pranoi duat,
është nder e respekt për neve që kemi nga veni unë përfaqësues në atë kongres aq të madh besimtarëve në Mekë, rreth Qabës. A bëhet haxhi vet? Nuk bëhet veç. Shikoni për shembull sa kujtime të hidhura kemi nga ato kohët e pandemisë, kur për shembull rreth Qabës ishte një 5 vjet të usill. Nuk ishte ai haxh. Mishte as formal nuk ishte. Sa u mërzitshëm këtë musliman nuk kena mësuar e pa Qabën që ashtu apo të zbrazur, të boshatisur. Andaj, kush jep kuptim Qabës? Kush jep bukuri Mekës? Pikërisht uniteti besimtarëve të së bashk, që kanë nga gjitha viset të orientuar ka Allahu xhallahu ala, në frymën e udhëzimit të pejgamberit e kryen haxhin. Çto është bukuria? Çto është domthon natyra? Ç'ky është Islami? Islami është ai që provon bashkim mes njerëzve dhe unitetin e krijuar dhe të kërkuar nga Allahu te barekuhu teala. Që strasë për unitetin të ndërun, ka shumë qasje, ka shumë hyrje dalje, po una me kom pak ma i përmbledhur dhe ma konqiz në raport ma që neve në duhet. Prandaj e bëra një hyrje në këtë temë duke përmendur funksionimin e adhurimeve, natyrën dhe gjenezën e adhurimeve dhe synimin e Islamit që me jecu këtë objektiv madhore në shërbim të unitetit. Të ndëruar, kur jemi te uniteti, mlen që këthejmë edhe disa pika tjera. Çështja tjetër me radhë është më u pyet për shembull, çka do të thonë me kon të unifikuar. Nga njerë nështë nga keqkuptimi i unitetit, mundemi pas dhe gjykim të padrejt në raport me gjendjen e caktuar. Çka i bën me kon të unifikuar? Për shembull, a nuk kupton uniteti që të gjithë mjetë me menu? A nuk kupton uniteti për shembull që veç një me fol, tjerë me hesht gjithmonë? A nuk kupton uniteti më vesh gjithë njëjt, më fal një xhami njëjt? Çka nuk kupton uniteti? Cilin unitet e synon Islami? Kjo është temë pastaj e gjatë. Unë du mi përmend 3 gjëra më rëndësi vetëm, që shpresoj që këto të jenë baza e ndërtimit të unitetit dhe mirëmbajtjes së unitetit mes nesh. Cilat janë ato bazat kryesore të unitetit? Të ndërruar vëllezër, e para që duhet ta asumim është ti unifikojmë qëllimet dhe kauzat. Qëllimet dhe kauzat. Çështjet e caktuara që mund të jenë periferike, që janë sekondare në Islam, duhet i menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Si menaxhon? Kur qëllimin madhore kemi të përbashkët. Kur kauza është e madhe. Prandaj të ndërruar edhe ata që i përmendën në fillim, ndoshta me siguri, në çështje organizative, në çështje të caktuara të orientimeve të caktuara, edhe herojnë që na i përmendim, ndoshta s'kan qenë të unifikuar komplet. Mi po kauza për me mbrojt venin, me dëbu pushtuesin i ka bashku, edhe kanë hesh gjitha mos pajtimet. Pra i ka triumfu uniteti. E kush e ka bu unitetin triumfues? Kauza e përbashkët. Kauza e përbashkët, qëllimi i përbashkët. Prandaj të ndërruar vëllezër, a kemi ne musliman kauzë të madhe që na bashkon? Kemi si jo? Kemi që nuk kemi. Prandaj ne duhet që këto kauza ti shpërfaqim, por të flasim, por të diskutojmë tema të mëdha. Shikoni për shembull në Kur'an, ka tema madhore që sillet gjithmonë trajtimi i Kur'anit rreth tyre. Tema të mëdha. Dhe ka tema tjera që i shërbejnë temave të mëdha. Ne besoj fatkeqësisht po na imponon tema periferike. Tema që nuk na takojnë, nuk na përkasin. Po bën tema diskutimi, debati, madje ndarje mes nesh, po e harrojmë kauzat dhe qëllimet madhore që na bashkojnë. Dhe fatkeqësisht kjo lojë po luhet në nivele të ndryshme të shoqërisë sonë. Dhe fatkeqësisht sot jemi dëshmitar të një gjuhe që nuk korespondon me vlerat tona. Nuk është përputhje me të kaluarën tonë, me traditën tonë, me fen tonë. Një gjuhë që nxit urrëtie, përçarje, fyrje, sharje, paragjykime, zili. Realisht habitesh prej ku buron tër kjo? Prej ku buron tër kjo urrëtie mes nesh? Kush e solli këtë urrëtie? Kush e solli këtë gjuhë? Na s'kemi qenë kështu. Edhe nuk duhet të jemi kështu. Për shkak se kemi udhëzimet tona që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi son flasë ndryshe dhe timi ndryshe. Të ndëruar një mosmirnjohje shqetësuese
dhe shumë e rrezikshme, po fillon me dominu shoqërinë tonë. Duke nis nga e kaluara, po edhe nga e tashmja. Nuk duhet me folë me gjuhë që më hanë çdo të mirë. Kur të mirë s'ka pasu, kur shmirë s'ka bo. Në kërë që kjo gjuhë e mirë, s'na të kërën kjo gjuhë për. Shikoni pejgamberi alayhi salatu wasallam të ndërlozër. Kur ka shku në Taif, pejgamberi alayhi salatu wasallam, e dini që banorët e Taifit e kanë dëbu. Se pranuna për. Kur e dëboj Taifi, pejgamberi çfarë bëri? U kthyn Mekë. Kur deshti më u kthyn Mekë, Mekë se tha një ata s'ka me hinë Mekë. Nuk e lanë me hinë Mekë. Ke dal nga Mekëja, s'ka hyrje mo. Por mendoni, pejgamberi mbeti jashtë. E kush e ka marrë me fut mrena? Një nga Kurejsht, që kishte autoritet, me ndikim, tha, futësh në besën time, unë e të marrë mbrojtja, pëtë. Edhe futi mrena, pëtë. Ai njëri nuk, pasoj pejgamberi asam, nuk vdis si muslimanaj. Kur ndodhi lufta e Bedrit, janë zonë rrap 70 vet nga Kurejsht. 70 robi kanë zonë pejgamberi asam, pëtë. Është me të vërtet, vallaj, shumë e fuqishme. Që kjo është rruga jonë, që kjo është besimi jonë. Çka tha pejgamberi sa? Tha, të kish me qenë gjallë filoni. Me më thonë, apo i shëtë për hatër tem, këta me ilshuafë. Rap të luftës. Mja majtë respektin se aj, me një kohë kër im konë shtirë, nuk ka gjinë dhe. Në aj që tu ka gjinë kohë të saktuar. Aj kur ti hec ke menu për të punë, ka menu për të punë. A nuk meriton me e përmen me të mirë? A nuk meriton me imlu do të këshia, do të meta që gjithë i kemi kështu me radhë, e me ishpërfaqë mirësit, e me ishpërfaqë kontributin që në bashkanë në banë unik? Apo duhet me u kapë për gjatë ansore e me ilon anash kauzën madhore, që në emër saj, i në fliu edhe fliujemi vazhdimisht, që këtë vend me rujtë, qysh në kam su Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam. Të nërëzër, është shumë fyse, vëllaj, o shumë nënqmuse, dhe këtë po e them me përgjithësi. Për mu si hoqë, dikush me më thonë sëtë, elhamna që erdhët ju hoxhat të shkolluar, sa ata hoxhat për para s'kam pas shkollë. Mu më fynë që kështofë. Cëllën shkollë për të me pasaj. Që për të shkollë më të madhe, se kur me shtetë ndalot feja, e a i shkan jetë në rëzikon e qëtë gjamin. Që kjo është shkolla. Së shkolla në diplom, nuk është shkolla në tituj, shkolla në sakrifis, nga dishmëri. Kur i dash poplet, ju ka gjithë hoxha. Gjamia u bo shkolle, mësojtore, e kam su alfabetin, e kam su gjuhën, që atje me gjithë probleme që i kam pas. Sa gjallar janë thirë, në intervista, nga shërbimi, me njëre mas e ka kryt desin gjamia, në sistemet e kaluara. Po që kjo është shkollë, kjo e ka dhonë provimin, që to provimi. E tash më qumë me thonë, po kam pa thonë kështu e kam pa folë kështu. Qka kanë folë? Kanë folë ato që duhet. Sa slasëm në ato që s'duhet, a s'gabojmë në, ma shumë sa ata. Në dhejtë të ndëvëzër, nuk duhet me pasi qasje njëruse, mohuse, përjashtuse. Në erdhëm edhe u qelë dunjaja. Në erdhëm e pështut ju. Se mos me pa ardhë ju, qka kështë me ndodhë? Qka kështë me ndodhë? Kur gjë? Allahu gjellë këti populli, gjithë ka doshtë mirën. Prej kër i ka po muslimane, ka doshtë mirën. Edhe gjithë ju ka që njerë që e rujnë këtë ven. Edhe e mbrojnë këtë popull, edhe e rujnë dignitetin, karakterin, moralin, edhe besimin e tyre. Në gjdo kër që kontriban, duhet me konë mirë njësë. Mandaj, ka uza jonë, është realisht aje që në manë të unifikuar. është njësi matëse që në basaj duhet një ta, menagjojmë dhe ndërtojmë unitetin mes nesh. Temat madhore, çështje mëdhaja, mirënjohja ndaj çdo kujt që kontribon, është ajo që e shpërfaq unitetin. Të ndërruar, gjithashtu ajo që është më rëndësishme tek çështja e unitetit, është edhe bashkëpunimi mes nesh. Allahu thënë në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni 'alal birr në punë të mira, taqwa në largimin e dukurive negative. Bashkëpunoni. E bashkëpunimi ka shumë nivele. Nga nivele e bashkëpunimit është nëse dikush bën mirë, çelja rrugën, ndihmoj për krahë, bë dua për to. Kur e ka taku Imam Ahmedi rahimullah
kur e ka taku Imam Shafiu rahimullah, djali Imam Ahmedit, e ka taku, i ka thonë, unë jam djali i Ahmed ibn Hanbelit. I ka thonë, baba e të është taj që natë për natë lutna për ta. Ata kanë pas me dhejbe ndryshe, edhe mendime ndryshe. A më ndoa se ka da, e kom vla, e kom musliman. A në kjo bashkëpunim, kur ti një man me esë për para, kur ti një man me qitë rrugë, po edhe me kom pjesë e projekti ti, shprish pun, po i delem një ati, dhe ti delem një kujdon, a përfiton populli, a përfiton veni, shprish pun, Allah. Emna të vinë e shkojnë, së emna kanë qenë, njërë një kohë harru, jënë dole emna tjerë. Allah është ai që i vizë emnat, ajo që i bën ti të i autoritet, Allah është ai që i bën këtë punë. Ti puno angazhohu, mos ki gale ata. Prandaj të ndërlozër, unitetin ndërtohet me bazën e bashkëpunimit, me bazën e gëzimit për arritjen e tjetrit, por jo zilisë e inatit, e shtypjes, edhe ignorimit. Kurrë që ka bu mirë, madje edhe musliman nëse nuk është, ne kena për obligim ja pranuar. E lejo musliman thonë. Kjo obligim. Prandaj të ndërlozër, na kur flasim për tema të tilla, nuk flasim sikur se thash për shkak se e lyp fryma, e lyp protokolli. Jo më jam bindje këto, jam bindje ata. Alatëve që na kanë imu, forcave të perëndimit, as duhet më thonë faleminderit ata? Po duhet shumë ju thonë faleminderit. Dhe kjo është çështje që thuhet për reklam. Kjo është me hadith. Pejgamberi sa më ka lëdu një herë ka shtin Mekë ka me pakon çykri kisha lshuar. Po që shtë një ka situata, po, edhe e në konë të dëbund, për jashtum, dikush u quat në ka këthin shpit vetë. E qëka du të më ona për këtë punë? A e të vëzër, na du të më, që kjo kulturë janë, që kjo është edukatën, që kjo është feja jonë. E që tu në është përfaqë unitetin, kur ka bashkëpunim, kur qilim rrugë, kur ndihmojmë, jo kur jam shilim utë njën të rëtëpën, njerë gasaj, zvan kështë apo. Me që, aj që e meritan, aj që është kapacitet, është kuadra, është potencial, e mbyll një dirë, jepja. Edhe e stutje mos u mërzit. Mirë po të ndërtojmë shërbime mbi bazat të interesave të caktuara, ngushta, të klanit, të mendimit, të qefit, të kështu me radhë më ne që nuk na bën derë kjo punë absolutisht. Prandaj bashkëpunimi është më rëndësia për. Bashkëpunimi është më rëndësia për. Kur imam i Zotit shpërbleft të përmeni se Bashkia Islame mbete hapur për bashkëpunim me këtë xhamatin, me këtë besimtar, në projekte përbashkëta. Edhe ky organizim, edhe shumë tjera anë në Bankë Kosovës që banë, janë dëshmi se ky institucion është i hapur, edhe është i popullit, nga populli është ndërtuar dhe kthehet tek populli. Prandaj ne duhet me ndihmu, ne duhet me u gjint, me përkra, me bashkëpunu për të mirën e këtij institucioni, nga si jemi i bindur se nëse Bashkia Islame është mirë, këtë kanë me konë mirë. Nëse rrezojnë Bashkinë Islame, këtë kanë me ndërzuar. Mos harroni këtë punë. S'është qëllimi këtu me të rrit ty se kjo s'po bën mirë. Krejti na për qëllim. Po shkaku fillon me një renditje që krejt pastaj kanë me kon viktima ata. Prandaj duhet me kon të mëshëm dhe me pamës, me përkrojnë institucionin, me ndihmu. Edhe institucioni me i hap dyrt për xhamatën sikur se i ka hap, e me marr mendime, me respektu kokat e ndritura, kokat e suksesshme nga xhamatet që kemi, njerëz që janë profesora, janë shkencëtar, biznesmena, njerëz që janë dëshmuar në profilet e jetës, afraj, merri se këta njerëz duhet me uqil derën, duhet me uqil rrugën, e me këtë bashkëpunim, hoxhallar xhamat, me lenin Allah xhallahu ala, e vazhdojmë emanetin për para, edhe dëshmojmë unitet fuqishëm që godasim çdo sfidë që ka mundësi na pengu në rrugtimin ton deri te asaj që Zoti xhallahu ala ka kërkuar për neve. Gjithashtu të ndrum, edhe ajo që duhet me pas për tek uniteti në pikën përmbyllëse është edhe e kundërta e unitetit. I përmena dy qërët unitetit, pa dhe treta e kundërta. Duhet që të kujdesim e të largojmë çdo faktor që e minan, e rënon, e cënon unitetin. Dhe kjo është udhëzim fetar. Shikoni për shembull të ndërozër. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka përmend rregulla mbi të ndërtuar shoqënia. Një nga suret kryesore që kanë përmbledh bazat e një shoqërie është surja El-Hujurat. Hujurat është sura e shoqënisë. Ndash me pa qysh është shoqënia, qyre është Hujurat. Ajo fillon me referencë. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Po, referenca është shpallja. Ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi.
pas referencës që duhet imi të unifikuar në referencë. Shumica dërmu se Jezus Huxhurat është raporte mesnesh. Raporte mesnesh. Apo, inja e konfesi kun bine vejnë fe të bejenu. Nëse vjen dikush me një lem, verifikoni lajmet, mos beso për vllahun tënd çka thot dikush tjetër. Ka dal, nuk ka që ashtu, të verifikoje, ndoshta ka keq kuptim, ndoshta ka dosh më të ndryshe. Sot njerëz janë gaçi për po e diunë, më ti ky pa kallzon sheqi, po devion ama që tash e ka vërtetuar. Pikam vëlla, a ke fol me to, a ke taku? A ke diskutuar, a ke këshilluar, a ke sqaruar? Prandaj këtu çështje paragjikuese, këtu gjasje që nuk verifikojmë lajmet, nuk qartësojmë nga njëri tjetri, nuk ka diskutim, nuk ka debat, po ka shkaravitin nga largësina, këtu e rënojnë unitetin. Pastaj çka Allah tha? O in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu. Nëse vije ditë, Zoti na rujt. Dy palë edhe konflikt ka mes veti. Çka më bëna? Merr një an, bënu palë, bënu tifaz? Jo. Faslihu bainahuma. Me një herë merr një masat. Hynë pajtoni njerëz mes veti. Andaj, nëse rrim në distancë, rrim inferior, nuk ndërmarrim masat pajtimit, ne jemi shkaktar të rrimit të unitetit. Shkallahu si e ndërton këtë çështje. Fa aslihu bainahuma. Me herë. Fa aslihu bainahuma. Pse? Innamal mu'minuna ikhwa. Nga se besimtarët janë vllazën. Pastaj çka Allahu tha? La yaskhar qaumun min qaumin. Mos u tallni me tjerët. Mos u shikoj shpëdokët, çka çka ka. Pse? Asa yakunu khayran minhum. Ka mundsi janë më të mirë se ju. Mos paragjikon dukin e tij, pamjen e tij. Nuk dihet çfarë ka masi. Apo wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Don udhëzime praktike që është mirëmbahet uniteti. Jo që është ndërtohet, po që është mirëmbahet nëse s'ka tallje, mirëmbahet nëse nuk ka fjalë mas shpine, nuk ka fyrje. Wala tanabazu bil alqab. Mos e gjuni njëtën me tituj, në nënçmues, e ofendues, e fyes. Mos bëni kështu ato. Pastaj çka ajetet vjuse, ijtanibu kathira min adh-dhann, inna ba'da dhanni ithm. Runu nga paragjykimet, runu nga vezveset, nga se shpesh i shpinë mëkat. Wala tajassasu, mos i ndjekni metat e njëri tjetrit, çka përzishtin punët e njerit. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, mos e përgojeni njëri tjetrin. Shikoj çfarë udhëzime për mirëmbajtjen e unitetit. Edhe pastaj në fund ka paku i tërësoj, inna akramakum indallahi atqakum, që gara mes njerëzve të bëhet mbi bazën e devotshmërisë, fizikrimit të shpirtit, adhurimit, kontributit, bamirësisë, që kjo është përcaktuar si vlerësimit të njeriu. Po jo të tjerat, që çdo mirëmbahet udhëzimi, që çdo mirëmbahet uniteti. Prandaj të pranishëm përveç ndërtimit duhet të mirëmbajt unitetin. Edhe në përmbyllje edhe Bajramit të ndërruar i ka gjitha këto që i përmena. Bajrami realisht është kurora e unitetit. Është treguesi praktik dhe kryesor i unitetit mes muslimanëve. A mund të paramendohet të ndërruar mu falë Bajrami vetë? Jo, s'falet vetë. Falet bashkë. Për shtë dhe pejgamberi nga të dhjetë i ka qenë, mi bojnë njerëz bashkë, sa më kallavllak. Ato mesgjide që në konë anar xhamis pejgamberit për namazet tjera, i kam shel, këtë bashkë ka bo, që ta shpërfaqim madhin e fesë tonë, unitetin tonë, bukurinë dhe mesazhin e udhëzimit që na ndërroi Zoti të bëhet me ta. Andaj, Bajrami ka që ta. Bajrami ka me prit njerin, me prit musafirin, me nderu, e ka urimin, ky kurban e ka mishin. Shkoni të ndërum, kurbani kur therët, e zakonshme është me ndonë 3 pjesë. E natyrshme është një pjesë për veti. Po, e logjikshme është një pjesë fukaras. E treta ku shkon? Te mirëmbajtja e unitetit. S'ka nevojë për mish. Si duhet, milionet i ka. Po s'prish punë, nuk është çështja ka s'ka. Çështja është që ti kur jep e mirëmban unitetin. Prandaj të ndërozat, nuk është çështja veç kur ti jep sadak, jep zakat, jep dhuratë, jep hedije, gëzoje vllahun ton. Jo që ai ka nevojë për të, ndoshta ai ka më të mirë se që jep ti. Po shpreh dashnin e respektin, për t'treguar se unë këtu e mirëmbaj unitetin.
Që sa pejgamberi sa jepni dhurata nga se duheni me zveti. Në duhet më dash me zveti. E dashnia është treguesi i unitetit. E këtu kuptimi me rëndësi i bashkon vetë në vetë kush. Bajrami si mas mire. Ande dhe është Allahu Gjellera që ky bajram të unifikus për neve, për afrus, të ngritim kauza madhore, që të regojnë pjekurin tonë, që të regojnë seriozitetin tonë, kauza që në largojnë nga mendeletësia, banaliteti, punë të ulta që nuk në takojnë. Kemi shumë sfida, vallaj kemi shumë të lashe, kemi shumë armiq, kemi shumë njerëz që punën kundër kësaj lirie që kemi sot. Kundër neve, në fund më ndryshme. Na më usilë me këtë komoditet të fyrjes, e të sharjes, e të përqarjes, është mendelesi nga një ranë, por çka është më e keq është shpërfillje serioze e kontributit të njerëzve që edhe gjak kanë dhënë për qytetin e për qytetëri. Prandaj t'jemi mirënjohës, po t'jemi përgjithshëm në për begatin që Allahu na ka dhënë, e përgjithësia realisht tregohet dhe manifestohet në forma të ndryshme, nga më kryesore është bashkëpunimi dhe uniteti mes nesh. Prandaj Imam Shafiu rahimullah ka pas një debat me një hoqë tjetër të kohës së tij, mesele hoxhallarësh, diskutime të caktuara, normale është kjo punë. Kur ju nda, Imam Shafiu rahimullah ka shkuar ka cakat derën. Shikoni këtë sinqeritet të mirëmbajtjes që po përmeni. Ka shkuar edhe i ka thonë, nëse kena pas debat, nuk do të thonë që nuk dua, thonë. Unë dua, thonë, që ta bëjmë ti muhabet. Prandaj diskutimet, çështja e mendimeve është treguesi i dashurisë e respektit. Nëse heshtja e diskutimit pas shpine edhe bartja e fjalëve, e këtu janë treguese të diçka tjetër. Prandaj t'ia shprehim dashnin njëri tjetrit edhe me dhurata, edhe me respekt, edhe me bashkëpunim, por edhe me këshill, gjithë na kanë më këshillu. E sheni tmet të ona, trego më burr, nga se nëse unë përmirësona, kam e kon mirë edhe për ty, edhe e kundërta. Na përmirësoft Allahu për të mirë. Na bëft Allahu xhallahu që t'jemi dëshmitar të ndërtimit të duhur të asaj që Allah ka kërkuar mbi bazën e udhëzimeve të Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe është Allah që në familjet tonë të mbretëron dashnia, respekti, uniteti, por edhe mëtutja në fqinjsinë tonë, në vendin tonë. Dhe është Allahu xhallahu kjo gjuhë që fatkeqësisht promovohet në media tona, në foltoret ku publiku ka qasje, tjetë një gjuhë që promovon unitetin, bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe mirënjohjen e jo të kundërtën, nga se nuk i shërbejmë pasaj kauzave, por i shërbejmë agendave që nuk na bojnë nder, as nuk na bojnë mirë kur asnjëherë. Kur imam ndërmu falënderit shumë, Zoti shpërblet, xhallar, xhamat nderuar, Zoti shpërblet për vëmendjen, për mundësinë. Allahu na takoft mirë, na bashkoft në herë gjithmonë. E qofshi faqebar në dunja në ahiret. Zoti shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullah.